çliro në emër të Jezu Krishtit. Motër mund të flas, Satani erdhi edhe donte të merrte jetën. Satani është mashtrues. Ti do jetosh, kështu që mos I jep ushqim Satanit. Çdo sulm satanik që vjen, ngriu dhe anulloje. Ky është misioni I djallit. Sa më shumë që ti I jep ushqim, ai më shumë vjen në praninë tënde. Edhe të sjell mendime thotë shko, ti do vdes. Unë shikoja natën në gjumë, ëndra të çuditshme me njerëz të vdekur, edhe në vende jo të pastra, jo të mira. Je lirë. Ky mal u befushë. Në një mënyrë të përsosur, në kohën që njeriu I Perëndis u lut për mua, edhe gjithë ato errësira, gjithë ato që kisha, më thënë I ndjeva brenda këtu në veten time, më duk vetja sikur isha në atë errësirë të atillë, edhe u çlirova. Mendimet e mia tashti kanë ndryshuar krejt. Të gjithë jemi të krishterë, themi besojmë tek Zoti, por duhet ta marrim më seriozisht fjalën e Zotit.